vëmendje edhe njëri, ju faleminderit. Unë të falenderoj profesorën dhe për mundësinë. Ju keni folur shumë herë lidhur me legalizimin dhe në shëtësinë greke. Po ka patur dhe kritika ndaj jush. Çfarë mendon? Është vërtet shpëtim, në fakt kritikat janë të misardha sepse ne si shqiptar duke patur parasysh faktin që jetojmë në një shtet specifik si Greqia, prej 3 dekada gjysmë ka kaluar një kalvar me vujtje mundime dhe fatkeqësisht frymë mosbesimi ndaj institucioneve greke apo aq më tepër të figurave të ndryshme që janë shfaqur në komunitetin tonë, të cilët kanë ndikuar negativisht, në më ta themi, për faktin se shpeshherë në vend të informojnë saktë dhe drejt, dizinformojnë dhe kjo një problem. Ndoshta në këtë kontekst shumë bashkëdhetar kanë patur atë frymë mosbesimit. Por duhet të sqaruar, duhet të thënë se neve të pakën unë jam referuar gjithmonë burimeve zyrtare, dhe kjo ka qenë mendoj arma ime më e mirë dhe ka qenë burimi më e fortë sepse duke referuar burimeve zyrtare, shërbimeve zyrtare dhe aq më tepër kuadri ligjor në fuqi, më ka dhënë mundësi që të jem koherent, të jem koherent, profesional dhe i saktë dhe korrekt në atë që unë kam përcjell tek bashkëdhetarët dhe ata që na kanë ndjekur. Por te faktit ka një risi dhe ka diçka shumë të re për momentin që mendoj është shumë e rëndësishme për ta ndarë me bashkëdhetarët tanë që lidhet me një kategori shumë specifike. Cila është kjo kategori? Është nështetësia greke. Pra, nështetësia greke një hap shumë i rëndësishëm për çdo qytetar i një vendi të tretë, kryesisht shqiptar, i cili ka ndërtuar jetën e tij në Greqi, por është sorollatur dhe është rropatur nëpër administratat greke, nëpër drejtoritë decentralizuara dhe departamentet migracione për të marrë një qendrimi apo për të integruar. Si di shumë mirë, për vitin 2021 ka një ndryshim drastik të mënyrës së fitimit të nështetësisë greke, kalimi nga ai tradicional ku dhënies së intervistës para një komisioni prej 5 antarësh, tashmë kalon në provimin e njohjes së gjuhës, historik, traditës dhe institucioneve në Greqi, por nuk më thonë më kaq, nëse dikush e kalon këtë provim, do duhet të provojë dhe të faktoj raportet e tij me shtetin grek, lidhjen me shtetin grek, lidhjen me shoqërinë greke dhe aq më tepër, ajo është më kryesorja të ardhurat në propocion me lejen e qendrimit që ka. Gjithsesi, për te faktit të interesit të drejtë të bashkëdhetarëve tanë, të cilët janë pretendentë ose janë në proces të marrësh në nështetësisë greke, ka dhe një zhvillim shumë pozitiv në politikën greke, e cila është vonuar as më pak dhe as më shumë 22 vjet. Pra nuk është një rësi, diçka e ndodhur dhe është diçka që neve kemi konstatuar, kemi hasur në Greqi, por në fund kemi dritë në këtë tunel të gjatë 22 vjet. Pse do të them këtë? Fatmirësisht ditën e sotme pati një intervistë shumë domethënse të sekretarit të përgjithshëm të nështetësisë në Greqi, në Ministrinë e Brendshme, zoti Dimitris Karnavos, i cili jep disa detaje shumë të rëndësishme. Dhe jo thjesht ai jep detaje, po ne një konfirmim që tashmë procedura e nështetësisë, pra e gjithë procesi, e gjithë procedura ka hyrë në fazën përfundimtare ku do të ndryshojë drastikisht. Thënë thjesht, pritet një reformë rrënjësore për ndryshimin e fitimit të nështetësisë, qoftë për brezin e dytë apo qoftë për brezin e parë. Ky është kod i shtetësisë apo jo? Brezi i tretë, ku ndodhet në këtë kod? Pyetje shumë interesante dhe së pari më lejo të bëj një retrospektiv, të bëj një rezume të lidhur të zhvillimeve të nështetësisë. Siç e dim, në Greqi ka qenë vendi më i veçantë i Bashkimit Evropian ku ka pasur një amulli ligjesh, dekretesh presidenciale apo urdhëresash ministrore apo edhe ligje të cilat shpeshherë kanë krijuar një konfuzion dhe u desh ndërhyrja e Bashkimit Evropian për të krijuar një harmonizim të kuadrit ligjor, që do të thotë kuadri ligjor i Greqisë në bazë të Këshillës greke, por i përputhur me direktiva dhe udhëzimet e Bashkimit Evropian, gjë e cila po harmonizohet dhe finalizohet vitet e fundit. Në këtë kontekst ka qenë edhe fitimi i nështetësisë. Si fillim, fitimi i nështetësisë jepej me anë të disa dekreteve presidenciale të viteve të kaluara, dhe flasim për periudhën e viteve 70-80, më pas të viteve 90, por gjithmonë duke patur si udhërë dhe si busull udhëzimet apo më saktë dekretet presidenciale. Me kalimin e kohës, do të vinë viti 2015, kur në pushtet erdhi qeveria Cipra, e cila krijoi kodin e parë të imigracionit dhe të nështetësisë që ne flasim sot. Por pavarësisht se krijoi këtë kod,
pati si disa mungesa, si çdo ligj që ka dobësitë e veta, të cilat më pas krijuan disa dinamika shpeshherë negative apo shpeshherë pozitive. Gjithsesi ajo që është mendoj e shumë e rëndësishme fakti që tashmë politika është e bindur, duke marrë për bazë edhe ose më saktë duke marrë parasysh dhe duke ju rikujtuar edhe një herë bashkëdhetarëve deklaratat zyrtare të ish kryeministit Alex Tsipra bërë në Expon e Selanikut, i pasuar më pas edhe nga vetë kryeministri Mitsotakis, i cili shpeshherë ka theksuar dhe ka theksuar që ka ardhur koha që Greqia të ketë një status të ri lidhur me nënshtetësinë, të ketë një kuadër të ligjor lidhur me fitimin e nënshtetësisë qoftë për fëmijët tanë që kanë lindur apo janë shkolluar në Greqi, apo qoftë për brezin e dytë, siç njihet gjithësisht, apo dhe brezin e tretë. Pra, të ketë një procedurë e cila do t'i përfshitet në një kuadër ligjor, thën kodi i nënshtetësisë, por që do të dhe është domosdoshme dhe më erdhi shumë mirë që ta ndajmë edhe me ju këtë lajm, që do të ketë një reformatim thelbësor në gjithë të strukturë, duke filluar që nga administrata që ka një mungesë personale dhe ka një mbingarkesë në aplikimet, procedurat e ngarkuara dhe fatkeqësisht procedura me një që i përkas një epokë tjetër manuale apo me dosje fizike, duke kaluar një fazë të re që quhet periudha digjitale, duke thjeshtësuar dhe përgjysmuar të paktën afatet kohore të filmit në nënshtetësisë për gjithë ata që do të aplikojnë apo do të drejtohen institucione përkatëse për të marrë nënshtetësisë. Konkretisht çfarë parashikon ky ndryshim dhe çfarë pritet të ndryshojë me kodin e ri të nënshtetësisë, i cili pritet të vijë së shpejti në parlament. Së pari është shkruar një komision specialistësh dhe juristësh, të cilët po analizojnë të gjithë dinamikën ligjore, të gjithë kuadrin ligjor në fuqi, por edhe eksperiencat nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian me qëllim që kodi i ri të jetë, siç e thash më herët, në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian dhe sigurisht të jetë një mundësi dhe të jetë i barazvlefshëm me ato procedura që kanë në vendet analoge të Bashkimit Evropian, por mbi së gjithash ka disa mendoj risi që janë blen të vlen. Së pari, nuk duket më copa letre ndjes për shprehje, po mendoj nuk ka frazë tjetër për të thënë për të marrë një aplikim dhe unë gjë rastin uroj që mos nuk duket, okay. Kjo ka qenë janë dy aplikime. Pra, një copë letër, nuk është as si format A4, nuk as si dhën, ka thjesht një emër, një mbiemër dhe një vull, kaq. Pra është diçka që nuk ndodh në asnjë vend të botës, qoftë vendet apo shtet demokratik, që aplikanti i cili predikon dhe kërkon të marrë shtetësinë e vendit ku jeton, të marrë këtë vull për të ndjekur procedurën. Pra diçka që gjithsesi nuk shkon përmballë. Pra, se gjitha këto do të thjeshtëzohen, do të ketë një procedurë digjitale dhe do mundet në kohë rekord aplikanti ta ndjekë. Për së vërtetës, më duhet të apohoj dhe mendoj është një mundësi e mirë për të falendruar punëtorët të paktën në Athinë që merren me shqyrtimin e dosjeve për nënshtetësinë greke, sepse kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe se të pakët në numër, jemi koherent, të paktën unë nga eksperjenca ime nga për shkak të profilit punës dhe të angazhimit tim në diasporë, duke ndjekur nga afër këtë çështje, afati kohor i fitimit të nënshtetësisë greke tashmë për brezin e dytë është reduktuar ndjeshëm. Pra, nga periudhat 5, 6, 7 apo 8 deri në 10 vjet që ka patur disa raste, aktualisht nëse një dosje është e kompletuar, afati kohor i fitimit nuk e kalon 1 vit e gjysmë apo me 2 vjet. Ka pasur raste që brenda vitit aplikanti ka marrë lejen ndjes ka fituar shtetësinë greke, ka marrë pasaportën greke, shtetësinë greke. Por gjithsesi mbetet pengesë tu brezi i dytë, i cili vijon të mundohet, të sërmundohet, vijon të robatet në institucione sepse ka mbi ngarkesë, ka volum të madh pune dhe ka një neglizhencë ndoshta nga administrata. Gjithsesi këto pritet të përmirësohen. Pra, konkretisht çfarë ofron dhe çfarë parashikon ligji? Thjeshtësinë procedurës, një reformë drastike në administratën greke, ndoshta shtim personeli, thjeshtësinë personeli, kalimin e periudhën digjitale, apo ajo që të paktën ne si diasporë kemi kërkuar, kur themi thjeshtësim procedurash, kemi kërkuar as më shumë as më pak, që shumë dokumenta të cilat vetë shtetit janë dokumenta zyrtare nga administrata greke, nuk ka pse t'ja dorëzoj aplikanti, por mund t'i marrë vetë brenda administratës drejtoria e përgjithshme dhe sekretariati i nënshtetësisë aty ku aplikohet dhe paraqitet dosja, apo një dokumenta të tjera të cilat shpeshherë e mundojnë emigrantit. Qytetarin që do të ftojë shtetësinë greke. Tjetra, pritet një thjeshtësim në procedurën e provimit. Ka disa
mospropuzje lidhur me ngarkesën e pyetjeve, me volumin e madh të bankës së pyetjeve të materialit tjetër, sepse ka disa pyetje të cilat shpeshherë janë shumë të vështira, madje nga një studim i mirëfillt që kemi si nga Universiteti i Aristotelit apo edhe nga Pandio dhe nga pedagogët të mirëfillt që kanë bërë studime rreth zhvillimit të provimit të nështetësisë greke, aq më tepër të bazë materiale, është mbi mesataren e studentëve me shkollë të lartë, që nëse e krahasoj me këtë kontingjent emigrantësh, pra qytetarësh që janë nga vendet e treta, është në mos përputhje dhe në proporcion jo të barabartë me të individ, sepse nëse dikush është në universitet, është student dhe e ka objektiv jetë, kurse një emigrant nuk e ka si objektiv të bëhet pedagog apo profesor, por ka si objektiv të marrë në secin e vendit ku ka zgjedhur të jetojë. Pra, ka një disbalancë. Gjithsesi, pritet që kjo të ndryshojë së shpejti ose më saktë në kohën e rritë të emigracionit. Të ndoqa me vëmendje, një pyetje që desha të bëj është shqiptarët në Greqi kanë 35 vjet, apo jo? Dhe 28 vjet të lishëm. Fëmijët e tyre shkojnë ushtar. Fëmijët e tyre kanë marrë shtetësinë greke. Prindrit, a përfitojnë me këtë kohë të ri të reformës që po të bëhet tash? Shumë pyetje domethënëse, neve kemi paraqitur si diasporë disa pyetje, disa kërkesa ndër vite, por edhe para pak kohësh, si në Ministrinë e Migracionit, Ministrinë e Brendshme, por edhe tek Partia Demokratike, ku neve zhvilluam një takim me secionin përkatës, që të ketë një thjesësim apo të parashikojë ligji, për shembull, ka një kontingjent ose më saktë ka një numër shumë të lartë bashkëtarë, të cilët fatkeqësisht erdhën në vitet 2000 dhe në vitet 90 në Greqi, të cilët ose e lanë shkollën në mes, ose nuk arritën do të shkollohen, të cilët e kanë të pamundur të kenë një nivel arsimor të lartë për të përgjigjur vështirësive, të themi ose më saktë kërkesave të larta të provimit. Dhe për këtë ata kanë viti që janë Greqi, ndoshta kanë bashkëshorti ose fëmijët kanë marrë shtetësinë greke, ata kanë të vështirë për të kaluar provimin. Dhe është paraqituar, ose më saktë po diskutohet, duke qenë që është një propozim i vetë të dy kryeministë, ish kryeministit Tsipra dhe kryeministit Mitsotakis, që të ketë një lehtësim, është diskutuar për një kategori të caktuar, ose më saktë ende nuk e kemi të konfirmuar, po sipas diskutimit që është bërë, të vihet një kufi, pra nëse një emigrant ka më shumë se 15 vjet i ligjshëm në Greqi apo 20 apo 25, pra kjo mbi të për të parë, pra është në gjykimin e Komisionit të Hartimit të Ligjeve të specialistëve, dhe pastaj është në gjykimin e Komisionit parlamentar dhe Parlamenti do të vendosi nëse do të kalojë apo jo. Pra, të ketë një kufi, të parashikojë që një kategori njerëzish të grup moshave të ndryshme të përjashtohen nga provimi dhe të fitojnë njerëzisi greke për shkak se ata kanë vite në Greqi dhe integruar në shoqërinë vendas dhe thënë thjesht siç t'i them më herë dikush që ka djalin ushtar apo ka fëmijë të lindur të rritur arsimor në Greqi dhe ka marrë shtetësinë greke, nuk mendoj se është domosdoshmë që ai të tregojë që ka lidhje me shtetin grek apo e do shtetin grek, sepse janë vetë fëmijë të cilët kanë marrë shtetësinë greke apo bashkëshortja, apo shumë bashkëshortë dhe bashkëshortë të cilët jetojnë në një familje mikse dhe pjesa e tjetër e familjes të gjithë qytetarë grek, kurse personi fjalë bashkëshortë ose bashkëshortja nuk e ka, sepse duhet marrë lejen e qëndrimit dhe vazhdon në të përshtuar ose ka të pamundur për të kaluar provimin. Është në proces dhe po diskutohet një zgjidhje e tillë për dënë mundësinë e marrjes së shtetësisë pa provim. Mundi nuk mora pyetjen që desha të merrja nga ana juaj. Pyetja më shtrohet në kodin e ri të shtetësisë. Ka një lehtësim për brezin e dytë? E thash edhe më herët, lehtësimi është ky, që do ketë një paragraf ose do të parashikohet që ky brez ose më saktë një pjesë e këtij brezi, të cilët e kanë të pamundur për të kaluar provim ose kanë të pakën 2 apo 3 dekada që jetojnë në Greqi të ligjshëm, të rregullt të pashkëputje, të marrin në shtetësinë për shkak të vitësisë, pra të qëndrimit të përhershëm në Greqi, duke vërtetuar me ato që thash më herët, pra raportet e forta me shtetin dhe shoqërinë greke. Pyetja e fundit që ta mbyllim këtë bisedë bashkë, ju falenderoj. Ky kod i shtetësisë në Greqi është i ngjashëm me kodet e tjera të Bashkimit Evropian apo ka një ndryshim? Aktualisht kodi, unë e thash më herët, Greqia është në thonjza është vënë në presionin e udhëzimit të Bashkimit Evropian, madje shpeshherë është gobitur dhe është dënuar nga Gjykata e Drejtë të Njeriut në Hag për shkelje të procedurave apo të ankarimit të ligjeve. Edhe ky kod vjen në këtë harmonizim, vjen si pasojë e
harmonizimit të politikave migratore dhe të kodit të migracionit, por ajo që është më rëndësishme mendoj është fakti që vetë Greqia e kupton shumë mirë se është në ndryshim e brendshme demografike ku është në rrudhje të popullsisë. Dhe është kjo një mundësi që Greqia ta shikojë që të shtojë popullsinë e saj. Pra një përqindje shumë të vogël gjithmonë të persona dhe individë të cilët i plotësojnë këto kritere dhe kanë thënë Greqinë për të jetuar. Si dhe mendoj më kryesore është fakti që ka një traditash më të kaluar të procedurave dhe të mënyrave të dhënies së nënshmërisë në Greqi. Mos harrojmë faktin që deri para pak kohësh të gjithë aplikantët që merrin nënshmësi greke betoheshin në një zyrë formale apo kemi parë dhe imazhe as pak të denja ku betoheshin në rrugë apo në ambiente as pak dinjitoze për një shtet demokratik si Greqia apo edhe për aplikantë cilët e kanë ëndër dhe kanë qëllim jete, marrin nënshmërisë, pa nuk kanë gëzuar respektin që duhet dhe që takonte. Kjo ka ndryshuar dhe në këtë kontekst, në këtë kornizë, duket dhe kjo reformë, ndaj edhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Brendshme i nënshmërisë tha që kjo është një reformë e thellë në të gjitha strukturat dhe në të gjitha format për kodin e ri.